Se zoti Kajtazi, çfarë përshojmë këtu? Janë se të regoni se është kanal në Telegram. Janë format të ndryshme që këta marrin para për interesat tyne, për interesat të dyshimta, sepse njeriu ka dalë nga burgu, ka qenë burg për vepra që lidhen me terrorizmin, dhe tash në emën të fesë, në emën të gjithë shkafit, përpiqen që diasporës, po dhe besimtarëve të tij, po flas besimtarëve të tij, jo besimtarëve islam, mundohen me marë para edhe me i përdorë për qëllimet e tyne. Pra këto financimi është problem shumë i madh dhe përdorimi këtyne fondeve pastaj është problem jashtëzakonisht i madh. Tash për me u kthy edhe një herë te tema dhe te ky presioni i vazhdueshëm që është rritur. Ratë e parë njerëz viktimat e para të këtyne ekstremistëve radikal islamik kanë qenë vetë hoxhallarët edhe njerëz të Bashkisë Islame. Pra janë ra hoxhallarë. Është Rasim Gjilan, është marë hoxha. Është hoxha në Gjilan, është Gjabir Hamiti. Mërë hoxha Mullan Veri, është marë gjami, vetëm se ka pas flemurin kombëtar në gjami, është shumë në vend nuk larë dhe është radhës. është Mulla Osmani. Janë shumë të tjerë të cilët e kanë ngritë zonën kundër rrymave radikale, kundër vehabive, të cilët janë sulmu, janë ra fizikisht. Dhe ky presion ka shku duke u rrit në vazhdimsi. Kategorit e cenume të cilat e ngritin zonën janë caki këtyne njerëzve. Kujtojmë rastin e Valënsyles, kolegu ton. U ra nga 3 persona të cilet në proces gjyqësor thoshin ne nuk i njohim ligjet e Kosovës, ne njohim vetëm ligjen e Allahut. Pra, dhe motivet në krejt këto raste, cilat janë këto motive për shkak të shpërlamjes së trunit të tyne. Po flasim për të rinë tepër në mosh, të cilët i nënshtrohen këtij laboratorit të shpërlarjes së trunit dhe pastaj dalin kur të bëhen të zot fizikisht, dalin edhe kryjnë akte të tilla siç është vrasja e policit. Kushdo që mendon rast ka ndodhur për motive tjera, ose e ka gabim, ose qëllimisht e thot një gjë të tillë. Nuk ka asnjë motiv tjetër. Qëllimisht e thot një gjë të tillë? Amniston? Absolutisht që po. Nuk ka asnjë motiv tjetër. Thjesht është një grup radikal, të ri, të cilëve u është shpërla truri prej vezlije dhe janë të gatshëm me kry akte të tilla të rana. Ky nuk jeton më. Monen men, nëse vazhdon kështu, kanë mu numru njerëzit duke u vra prej këtyne njerëzve me këtë kokë që. Po thoni se vrasjet mund të vazhdojnë. Unë